Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër edicion të programit Elite Way. Aty ku zërat, idetë e guximshme dhe debatet pa filtra ndërthuren me personalitete që lënë gjurmë. Por përpara se të shkojmë te debati, le të njihemi me një profil të veçantë, një emër që ngjall shpesh debat. Shëngyl Ismaili, me një karrierë që përfshin teatrin, filmin dhe televizionin, Shëngyl Ismaili është një nga aktorët më të dashura të publikut. Ajo e ka ndërtuar me pasion dhe përkushtim figurën e saj prej artisteje të plot, e njohur për rolet e saj autentike dhe praninë e saj të fuqishme në skenë. Shëngyli mbetet një simbol i fuqisë së gruas në jetën publike. Shëngyl, mirë se erdhe në Elite Way. Mirë se gjeta, kënaqësi. Shëngyl, me qenë se po takohemi për herë të parë, le ta nisim nga e para. Kur e kuptove që në jetë arti edhe prezantimi do t'jem pjesë e jotja? Prej se kom fillu me shiqu filma mas pari. Gjithmonë e kom imagjinu vetën brenda ekranit televiziv. Edhe kur isha ndonjë aktore që m'pëlqejke shumë, isha, që kisha me bone që të rol. Kom qenë shumë e vogël. Teatrin pastaj kom fillu me e dasht për shkak motrës. Motrën e kom gjithashtu aktore, Anisa Ismaili. Edhe kur kom fillu me i shiqu shfaqet, e kom pa që nuk është veç filmi. është teatri, që në fakt edhe teatrin e duhet dhe më shumë. Kështu që shumë e vogël kom qenë kur unë gjithmonë e kom imagjinu vetës brenda një ekrani. E thaj që motra ka qenë përpara teja, aktore. Po. A kam besu edhe të tjerë në ty që ti edhe një ditë do t'jesh një aktore shumë e mirë? Familja po mendon apo kështu në përgjithësi? Në përgjithësi, familja dhe rrethe. Po besoj që po, se unë jam edhe vendosën kur t'jam sy diçka e qky, edhe nuk ndalna derisa nuk e arri qëllimin, edhe po besoj që një karakter i tillë gjithmonë brin në fund me triumfu dhe rrethi dhe familja besojnë në atë person. E kom pa që je shumë multidimensionale. Kohëve të fundit kom pa me një sferë tjetër, sferën e muzikës. A e ki pas gjithmonë këtë dashni, apo si ndodhe kjo? Sferën e muzikës nuk është bashkë që e kom pas kohëve të fundit, e kom pas gjatë kohës pandemisë. Muzika nuk e ndaj shumë prej aktrimit. Unë me shku deri në market me ble diçka, unë i kom kufjet në vesh. E adhuroj muzikën, se muzika mendoj që njeriut i gjindet afër në shumë momente të jetës, qofshin të mira, qofshin të këqija, tekstet janë ato që gjithmonë e gjej një farë përkrahje, një farë mbështetje. Jo madhuruse shumë e madhe e muzikës, a më shkon zani ka pak. Por vitet përshkojnë shumë shpejt. Gjatë kohës pandemisë, ti isha ajo që bashkë me djalin, ki publiku disa këngë shumë të lezetshme. Po, djalin gjithashtu e kom edhe aktor edhe muzicient, Lumi, edhe një ditë qështu i bike gitarës edhe diçka lakmova, i bike gitarës një farë këngë që unë e du shumë, edhe thash hajde, pepe bojmë një këngë edhe njerës kanë qka bojnë, tanë ditën janë në telefona, në rrjete sociale, qa po di ndoshta dikujt i pëlqen, qa di unë me këndu dhe qa din ti mira gitarës. Jo, domosdoshmërisht duhet me qenë perfekcion, sepse Lumi është profesionist, po në këtë rast unë jam as pak profesioniste, jam laike e muzikës, po adhuruse shumë e madhe. Por publiku e priti shumë mirë. Jo mirë, po kishim edhe kërkesa kështu dëshira muzikore. A keni ndonjë këngë që ka një kuptim të veçantë për ty edhe Lumin? S'pedi, kemi në zhandre pak dallojmë. Lumi është pak ma hard rock, unë jam rock, e du bluzin shumë, edhe rockun gjithashtu, po rockun që është pak ma i but. Se dite muzika tani mandej ndonjëherë e kemi do kacafytje të vogla, thot jo e lebre nanë, se kjo këngë shumë e vjetër, si update i rati me muzikë, që është shumë e vërtet, unë e kom betë hala në kohën e 60-ave, 70-ave, edhe ide nuk kom se që ka ndodhë me muzikën sot. Qa po di, jo madhuruse e muzikës e vjetër, jo madhuruse e këngëve që jetojnë, nuk jam madhuruse e këngëve, sidomos muzikës që prodhohet sot, që unë mendoj që është sezonale, se unë mendoj që muzika është shumë shpirtërore edhe duhet me pas jetë gjatësi, që ashtu që shka pas muzika ma herët jetë gjatësi. Për derisa sot, fatkeqësisht, po kjo është vetëm mendimi im, prodhohet një muzikë që është vetëm sezonale, që jeton për 2-3 muaj verë, sa i kemi edhe shuhët.
E kjo është edhimshme, që nuk mendoj që ndodh vetëm tek ne, po ndodh në krejt botën, po tek ne... A ki ndonjë këngë cila me një farë mënyrë duket që po flet për jetën tone? Një këngë që ka shumë kuptim për ty atëherë. Meqense Lumi pas ka preferencat të tjera. S'po më kujtohet momentalisht në një, po në shumë këngë e gjej vetën. Më pëlqen një lule, shumë më pëlqen. Edhe emri jam është Lule në përkthim, sepse është emër turk, edhe në përkthim është trëndafil i gëzuar. Ka shumë këngë, se ti s'po më kujtohen momentalisht, por shumë këngë e gjej vetën. A kësha mujë sot me të sfidu pak me këndim? Qërë s'kom këndu pri pandemit. Një refren, do shtat vogël, diçka që ty të pëlqen? Se jo me bo edhe në ekran, jo veç në rjetës sociale. E komendu që ndoshta një ditë prej ditësh edhe e kom e bo një këngë temën. Edhe e mendoj edhe e ndroj. Do t'ishte mirë? Jo do mos dëshmërisht me qenë këngë që i thyn rekordet, sepse muzikën që unë ndëgjoj nuk është muzikë që thyn rekorde. është muzikë, jo që se ndëgjojnë shumë, po është muzikë, sidomos të trit, është pak ma... që jo shumë nuk dëgjohet, do me thonë blues edhe rock. Që ka me këndu... Hajde, po e këndoj një lule, mas i më pëlqen. Hajde. Një lule që më ka qelet sot, aman, midis shoqesh, ban të drit. Bukurin ma kemena se zemrën teme kezane vend. O, ma sa vjetë. Mrekullueshme Shëngël, mos e le pa e bo një A peshe që du në me e bo një? Dush me bo. Ndoshta deri tash e ki ngatru. Nashta u dosh prej fillimit mu marrë me muzikë. Ndoshta nuk i dijet. Edhe ndoshta kishtë qenë ma fitim Po sigurisht, sepse njeri unë nuk e ushtroj këtë profesion. Po mne nuk e kom profesion heq, e kom... që me thonë, e kom dëshirë, e kom andër, po jo diçka që e kom ushtru dhe sigurisht që zani, kur e ke pak me ushtrime, sigurisht që e mbri nivelin e duhen, po se di mbetet më u pas, sigurisht një ditë për ditë është kom uqu një mëngjes dhe kom e thonë, adin qka bo, me gjetë një kompozitor që më përshtatët, një tekst shkrus që më përshtatët edhe pse jo, për qefin tem me e bo një këngë. Kujdo që i pëlqen me ndëgju, kush nuk e pëlqen? A dim se po them, taku shumë njerëz të cilët e kam pas pasion muzikën, edhe ndoshta ju i kanë arrit moshën 80 vjet, edhe prap jetojnë në ndër qështë se bona një kohë. Po, edhe unë mendoj që... Kështu që nuk bërë me mbet me rakë. Edhe unë jam prej atyre njerëzve që kur më fiksohet diçka, s'do me thonë që e bëj me njëherë, po kom qef mi shku mbas qasaj që mbas dëshirave të mija. Tash, ndonjë dëshirë të realizohet, ndonjë vetëm i afrohet realizimit, po gjithmonë duhet me provu. Më përgjësi artin e pëlqen. Shumë. Jetoj për. A ka edhe ndonjë talent që e ke, nuk e di? Me qika që merë fund. Me ball. Mjaftueshëm shumë. Mjaftueshëm është. Shëngël, Sinon, a je e but, e organizuar, emocionale? Për këta dush me folë me fmitë. Apo i përsin të gjitha nga pak? Qërë, unë si temperament, unë kom temperament theksun. Me vjetë, njeri unë ndryshon. Ndoshta ma herët, në ditët e artat të mija, apo trinis, kom qenë shumë ma e durushme. Sinon, gjithmonë kom qenë ma e rept. Sepse si natyre du disiplinën shumë. Se jo më rritë në disiplinë. Edhe më pëlqen disiplina. Pastaj Sinon, me vite kom ndryshu dhe jo më zbutë shumë. Peshe kom shumë probleme në ngritë zanin fëmi, do me thonë vetëm nëse është diçka shumë e madhe, se për ndryshe nuk e ngris zanin fëmi, po temperamentin e kom shumë theksun. A i bi pishmonit mas një ore. E këthyshme atër. E këthyshme në shumë, por durimin e kom matë mangët.
në krahasim me vitet ku kom qenë ma e re, sigurisht që jeta sjell batica, zbatica edhe njeriu ndryshon, pjekët. Unë i kom 46 vjetë edhe unë mendoj që unë jom pjek mas moshës 35. E kom ditë se qka donë saksisht shëngylje dhe kur ti pjekësh edhe të sfidon jeta në format të ndryshme, si për të mirë, si për të keq, atër durimi të paksohet, sepse nuk ndryshon ti. Thjesht rritësh. Ma jape një ide shumë të bukur, nuk e di nëse ma lejon me realizu, e the që duhet mi pyt fëmit, a mundëm me telefonu Lumin edhe me pyt? Se ti? Hajde provaje, ta marim telefonin në shëngyllit. Po ja bëj pytje none. Hajde dikush telefonin në shëngyllit? E kja ty ofër po? Që unë e po shkoj vetë po e më. Hajde, ta shojmë se qëfar përgjigje po na jep Lumi. Me ta japë ty telefonin me thirë. Saj me siguri përgjigjet alo ma. Të shohem. Hajde. Alo. Alo Lumi, jëm Elita Rude. Jëm Elita Rude. E kom përball nanën në një intervist. Edhe e kom pyet nanën, çush je shëngylli si nanë, e butë, e organizuar apo emocionale? Më tha ndoshta duhet mi pyet djemtë me. Kështu që çfarë përgjigje po ma jep Lumi për nanën? A është e butë, e organizuar, emocionale, e rrept? Me kallzu drejt? A më të kallzu drejt? Hajde drejt. Vetën e rato a me kallzu drejt ajo. A me tregu drejt. Ma tjetër. Hajde Lum. Krejt dhe ka pak. Për nëma po, pri krejt dhe ka pak. Krejt ka pak. Krejt ka pak, po organizu me gjithmonë. E but shumicën e rotëve. Po edhe rap. Po. Edhe rap, po besej, kur ka nevoj. Kur duhet. Po ne se tash kanë. Po kur duhet po. Atëherë, e kini mundësit mirë me më përgu që ka i kështë thonë anës sot? Që i kësha thonë? Që si ke thonë asë njëherë? Ua, ja ka me najsën që si kom thonë. Edhe pit mirave, edhe pit këshiave. Diçka të bukur sot? Diçka të bukur. Sot më ndjes pak e pash, pak stresume. Më do që ke pak e stresume. E veç do mi thonë qëllit. Edhe shëndret si gjithë që shëndrit. Falimderit shumë. A tu kesh? U shkri, mami. Rall, po mi thu këto fjallë. Rall. Bëni ma të shpeshta këto fjallë, Lumi, okej? Nana i meriton. Apo thu si ja thom shtasha? Po tho që nuk i thu sa duhet. Kështu që prej sot dhe tutje, gjdo det nga një kompliment nanës. A u bon, unë thrasa pet mas një mujet pës. Falimderit shumë, Lumi. Të përshëndesim. Hajde tonë. Lumi një loqkë. A din qka pëlqen të Lumi, se o shumë i drejt për drejt. Që po besoj që e ka këta primeje. Unë si natyri jom shumë e drejt për drejt. Jo gjithmonë është mirë, edhe jo gjithmonë has në mirë kuptim të njerës kur je drejt për drejt, po nuk jom prej atyne që e folim në ada para se me hy në emision që të përqafi, e mandej kur ti largohesh, unë e thom një fjallë për ty, jo, as njëherë. Lumi në ka përngjaba e shumë, këtë aspekto shumë i drejt për drejt edhe në do njerë edhe kur ta thot ftyrës, unë e nalë dikur thom, jo, super, qështu dush me qenë, gjithmonë dush me japë mendimin, që ti e ki realisht për atë person. Jo gjithmonë ka me dalë mirë, po njerës kanë me di që kur të komunikojnë me ty, ti e që kjo që je. Nuk je ndryshe mas shpinës, po je si mas shpinës, si para syve gjithmonë je që kjo që je. Ishin shumë momente të bukra, por të shoh shumë dinamike, shumë aktive, më përgjësi. Po, jam energjike. A e harron do njerë vetën? Ti dush me thonë të kundërtën, atë bjen men për vetën do njerë. Unë jam prej atyre njerëzve që kom qef krejt mira ato, edhe gjithmonë e lo vetën të fundit.
ndoshta, jo ndoshta, por po, ka ndryshu pak kjo vitet e fundit, edhe shumë shpesh e qes vetëm prioritet. Po jo në gjitha rastet, natyrisht, por edhe kjo është progres. Pri një personi që kur njet nuk është kujdes për vetën, po vetëm për rrethin edhe për shoqnin, unë mendoj që kom bo hapa për mirësimis sa i përket këti aspekte që kujdesem pak më shumë për vetën se sa jom kujdes, sepse e kom kuptu kërkush nuk kujdeset për ty nëse ti nuk kujdesesh për vetën të funde. Edhe është gjuna për vetës, është mëkat për vetës, se mas pari pa qenë ti mirë me vetën, ti s'mundesh me qenë mirë me askend. Mëre tu fillu prej fëmive, familjarve, e tutje. Ti dush me qenë rahat edhe qetë me vetën tonde, qysh do qofta ajo pozit. S'ka rëndësi, po dush me qenë rahat. Për me qenë rahat, qysh mundesh me qenë rahat, po dush mu kujdes për vetën. Edhe krejt vone kom kuptu sa anash kom qenë elanun, sa vite. Pri kërkujt sa pri vetës tem. Për që ata tash gjdo dit punojnë që atë aspekt punoj me vetën, flas me vetën, që kujdesu për shëngyllin. Sepse kërkush nuk kujdeset për shëngyllin, se ti nuk kujdesesh për vetën. Edhe kur ti je mirë, s'ka qarë edhe rethi pa qenë mirë me ty. Edhe reflekton. Edhe reflekton pastaj, natyrisht që reflekton, qysh jo. Qashtu qysh ndihesh mbrenda, e ke pa qomi një mëngjes dhe thjesht, na jetojmë në Kosovë, edhe në Kosovë është e pamundur në një vend që ti halas ki shtet, halas ki qeveri, ti s'ki me undi mirë, si del pri derës shtëpis ki me pas ki mu has me një problem, me një bërlog, me një qka do qoftë. Dhe më thonë, gjasat për mundi keq, si ti hap syt. Janë mdhaja. Janë të mdhaja. Shëngël, të e pas parasysh që je prezente shumë edhe në media. Duke qenë prezente, ndoshta jemi njerëz edhe ndonjëherë gabojmë. Atë ka ndodhur ndonjëherë me jap ndonjë deklarat e mandej me rapi shmam pse e kiton? Po. Cilën deklarat e kështë këthy mbrapa? Se di, nuk... Po më kujtohet se unë jap deklarata, pa e gishum dhe zakonisht 99.9% të rasteve që ndroj gjithmonë mas asaj që e thamë, që ka u keq kuptu shumë, unë e keq kuptuona shumë shpesh, sepse jo me drejt për drejt, kur kom thonë që unë mendoj që ne i dojmë më shumë Shqipërinë se sa Shqipëria neve. Aty jom keq kuptu jashtëzakonisht shumë, sa është përfol jashtëzakonisht shumë edhe Shqipërisë, kalon televizion, pa më kontaktu edhe pse unë nuk jo kom shku në për intervista, e kom pas një pauzë edhe deri tash, të jo për ndryshe mas një viti e gjys. Të rikthym. Po vi në intervist, e kom pas një pauzë, kisha nevoj për një pauzë. E që kjo është keq kuptu, është marrë shumë bukfalisht, do me thonë, pa e mendu se qka ka da është Shëngylli me thonë. E qa ki po për ndryshe prapë qëndrojmë atë qësë. A petë ko mu keq kuptu. A përshë problem është njëm... Sepse njeri u kur mbri një mosh, po besoj që ndodhë dhe të tjertë jo veç të onë, s'ka lidhje gjinia femrore ma shkollore, përgjësit e njerës, shumë pak të intereson se kush që ka mendojnë për ty. Sepse, thash, unë mendoj që njerës pjekën mas sfidave, dikush pak ma ere, dikush pak ma vonë, unë një pjekë për veti mas moshës 35, mendoj. Që atëre kom njoftu Shëngyllin të mamë, kush është edhe që ka donë. Edhe mbri një moshë që thjesht nuk mirësh me... Që ka mendojnë tjetëri? Jo, sepse të bëhet balë. Edhe e kupton që njerës, sidomos tek ne janë të prirun, ne jemi të prirun si popull, me përgoju. Ta shethame me bo shumë, pa e njoft një person në thelb se qysh është. Edhe kom pas periuda kur jom prek shumë, jom prek shumë prej komenteve, jom prek shumë, edhe tash ka vite që unë edhe kur jap një intervist ose një deklarat as njëherë të vetme, nuk hy, me shiquse komentet. Vetëm kur është diçka kërsnuse dhe që më drejtojt me tag, më drejtojt mu që kom pas edhe asi plot, që bukvalisht më kanë kërsnu me jetë, atëherë po, për ndryshe nuk hy se e kom pa që shumë e kotë. është gjuna me e lëndu vetën, se pse ka dikush ko 24 orë, nuk ka një punë jashtë, edhe ka ko 24 orë me ndajt,
edhe me i shiqu intervistat edhe... E lirojnë energji negative të vetën. E unë s'kam ashtu kohë, unë punoj shumë. Unë derisa unë dalë të një video të cilën e hasa në botën virtuale, e cila ishte një video ku ti tha pse ne prindrit duhemi me thonë unë jem krenare për fëmijët. Po bre dhe që kjo u keq kuptu shumë. E tashtje, a mundësh me sqaru po elaboroj pak. Që të paktën gjitha ato video të bim poshtë, se që kjo ke një ndërto që kishtë qarkullu ma shumë. Edhe kjo është keq kuptu. Ose unë ndoshta nuk i kom pas shprehjet e duhuna. Tash po mundona me elaboru edhe me pas qartë për publikun që ka kom dasht me thonë. Po fillojmë për klasës të parë. Si të kryet shkolla? Te i ki krejt Facebookun, të mbushun pri prindve, tu i ekspozu librezat. Ama librezat me 5, te kemi të qartë. Jo librezat me një 2, ose me një 3, ose me një 4. Nëse unë ekspozoj diçka të fëmiu tem, diçka personale, jo, ko me ekspozu edhe 2. Qajo librez, ty si shdasht me t'interesua, po se nuk është fëmiu ëtë. Kjo të regon mas pari sa jetojmë na për të tjertë. Qysh të arriturat e fëmijut ti ki nevoj mja ekspozu të tjerve. Po, kom ekspozu edhe unë, kur ka shku lumi në Oscar me 14 vjetë. Pse kom ekspozu? Se është diçka e rallë, apo? Po. është diçka që nuk ndodhë çdo ditë. Sidomos për vendin tonë që asnjëherë se kemi shkel te pihun e Kuq si festivalin e më të mirë njohur në gjithë botën që është Oscari. Ajo u kon për me postu. Sepse sot e kësaj dite hala kërkush se ka shkel Oscarin. Përveç në qatë rast. Te puna e krenaris, kur fëmiu im e merë 5. Jo që bona unë krenare, unë jam e lumëtun për te, sepse jeta e ti ka më varë prej atyune notave. Unë e kom kry shkollën, u kry. Unë edhe fëmive kur i drejtonë, më thonë, unë jam krenar për ty. Jam krenare për ty. Jam kibo krenare. Jam krenare, por sigurisht ka në moment kur kom thonë edhe jam di krenare. Pone edhe qatë krenari që e ndjej sepse mendoj për të ardhmën e ti, jo që mu mi ka rrit gradat, sepse unë nuk i rris fëmit për ata me mi rrit gradat mu. Jeta jam është kry. Mja rrit gradat vetës për të ardhmën e tyne. Shumë bukër e sqarove. Ajo librez, unë po e marë prisendit ma banal që është libreza. Ajo të regon kush jemi ne dhe për kënd jetojmë ne. Po, djali jem i vogël Landi e ka pas një tresh, ka pas nështë 2 tresha. Si ka që më ka vyt me postu në Facebook? Edhe me thonë, jam shumë krenare me ty për të arriturat e tua ti që kemi pas për vete. Se fundit në qatë Land, qatë s'din ti? Edhe nuk është më katë, jo do më dëshmërish du t'i pas për 5. Mentaliteti po në Kosovë që pa tjetër duesh me dosh gjdo Land, edhe me në gjdo Land... Jo, absolutisht për mu është të rëndësishme fëmiu im me gjetë një rrugë. Me gjetë një rrugë, jo do më dëshmërisht krejt librezën në ma pru me 5. Nuk jemi na të gjithë dishëm. Kur aj e gjenë një rrugë të vetën, geografia, biologia, mëre kejt tjerat l'etiket, 2. Ska rëndësi, e rëndësishme është që aj e ka gjetë një rrugë, e cila ati kam ju dasht për të ardhmën e vetë. Se natyrisht që ti e vetë nanë, natyrisht që ty të bon mundi gjdo, more edhe një fjallë ma e vogël që e fletë fëmiu, ty të bon mundi shumë mirë. Unë vetëm nuk kom qef me thonë që unë jam ke bo mu krenare, unë po rritna që ti e ke bo një vepër të mirë. Jo. Unë gëzona kur ti e bo një vepër të mirë për ty. Për të ardhmën tonde. Jo me mbo mu krenar, ti dush me bo krenar vetën. E kur ti e bon krenar vetën, unë e kom prek qelin. Qëta kom dasht me thonë? Kur gjë tjetër? Shumë bukër e sqarove. Se disa mbriva me elaboru, edhe mos me u diskutu mo tema e krenaris. Që ti mbyllim këto. Se naturisht nana edhe babalar që keni më undi mirë, se edhe unë ndina mirë dhe se cili prej nesh, kush da që ka fëmi që ndijet mirë, kur fëmiu e ka një të arriton, si në shkollë, si jashta shkollës, si në profesion. Po e rëndësishme është na me undi krenar me ta për vetën e tëne. Jo për neve. Sepse ata nuk duhet me jetu për neve. Ata duhet me jetu për vetën e tëne.
Unë kom nevojë që gazetarët pak me u vedisu. Kjo është vetëm mendimi jam, unë muj me qenë shumë gabim. Unë si Shengylja me lodhun prej pyetjeve të njëjta. Unë po përsërit na vazhdimisht. Unë kom nevojë ti me mbefasu ndonjëherë. Stash mbefasove, për shkakun kjo s'm ndodh mu shpesh. Unë kom nevojë ti si gazetare me mbefasu mu. Sepse unë e mësova si refren, e disha sakt, unë kur si kërkoj pyetjet, sepse unë i du sfidat, e du befasin, e du spontanitetin. Kur njët, ndash Kosovë, ndash Shqipëri, ndash kuta që kom jap intervist, edhe kur mu kanë ofru me mi dërku pyetjet, kom thonë jo t'lutem. Ideja intervistës është kur ti mu mbefason, kur ti spontaniteti, se unë në spontanitet mu i me t'ja përgjegje shumë atë mirë se sa me pregaditën shpejt. Shumë eftav. Edhe gazetarë tonë, nuk po i përgjithsoj, po një shumicë shumë e madhe, fatkeqësisht e kanë mësu shablonin. Edhe ku të prekin? Të prekin gjithmonë në pyetje super personale. Sepse dojnë klikime. Unë edhe ato e kuptoj. Unë jam vetë fytyrë publike. Edhe e kuptoj çka do me thonë klikimi. Po jo me forsira deri në qatë pikë sa mu gërditën gjitha televizionit. Do me thonë pafundësisht kom thonë jo, deri sot. Se e disha sakt Çka po të kretë, po? E disha sakt çfarë pyetje kanë me mshtru. E atë kanë Nuk hulumtojnë, nuk... Ja sot është lehtë me hulumtu. Ja unë nuk e di kur. Okej, para 20 viteve si kemi pas telefonat, Google-in, sot është shumë e lehtë, mërë unë kom pas rast që kom shku një intervist, nuk ma ka dit emrin e fëmijut, jo duhesh me dit. Duhesh me dit, sepse jetu më pyet për ta dhe duhesh me dit. Ne jemi popull vend shumë i vogël, shumë pak ka ftyra publike të na. Dush me dit çdo gjë, sepse veç hyn në Facebook, ose në Instagram, ose në Google, edhe krejt i ke. Do më thonë, senet elementare nuk i dim për mu, e më thrasin në intervista. Edhe kom thonë, atin qka jo? Jo, s'du ma. Du me pauzu. E atë ka ndodhë me që je prezente në media, atë ka ndodhë me fshet gjitha sfidat e tua me buzëqeshje? Po, shumë shpesh. Pa fund. Cili ka qenë momenti ma kritik kur ti ke qenë gjërime edhe u dasht me buzëqeshje edhe me vazhdim? Në intervista po mendona, po... Në intervista, në emisione, aty ku je prezente, ndoshta? Më ka ndodhë shumë shpesh, më ka ndodhë shfaqje në teatr, Në teatr, sidomos që është edhe... Me pas një dhimbje shumë të madhe mrenda, po ti me dalë në premier, mas 5 ditëve, ajo është shumë e sikletshme, po të njëjtën kohë është shumë e çuditshme sepse ta jep një forcë të papërshkrueshme, sepse ti atomin e fundit që e ke në trup e aktivizon, sepse tu të shprej dështimit se njerëzit kanë pagu bilet, salla është 400 vetë mrenda, edhe kanë ardhur me të pa dhe je rol kryesor, je bartse, do më thonë ki pesh shumë të madhe, edhe gjithë shka mbaret prej teje, edhe e aktivizon atomin e fundit që e ke në trup, për me qenë ma e mira. E mande, kur të kryet shfaqja dhe ti përshëndetësh. Dërzosh, po. Hynë në garderob, që ashtu që shkom hy unë, edhe ja kom fut vaj një 40 minuta. Një reprikzimit që përfundoj. Sepse nuk dështon veç ti, po i dështon edhe kolegë që i ki për atë. Ajo është barë dy fish ma e madhe. E dëshpron regjisorën, e tjerë. Publikun, që është shumë i rëndësishëm për mu. Në ndodhin se që të keqe e ka pas taj aktrimi. Që kërkush nuk e din ti qfar gjendje emocionale je, por ti duesh e keme pa tjetër me e kry obligimin tonë, sepse publikut nuk i interesan. Ashtu nisemi, po. Shëngël, ka ndonjë rol që nuk mundesh me hek prej mendjes, që të ka ngec një rol që e ki pas? Në shfaqje kom shumë, zdi as vetë cilën me nda, shumë kom. Se kom shumë shfaqe mas vetës, edhe se cila e ka një të bukur të vetë që unë e kom problem me shkput privetës, sepse aktor deshtëm ose s'deshtëm. Një pjesë e jonja në çdo shfaqje mbetet. Edhe veç kush ren, sepse edhe një pjesë tondën të edhe e jep një pjesë të Shengyllit, të karakterit të Shengyllit, e fut mrenda dikun.
Kështu që se cili rol e ka rëndësinë e vetë, sepse unë kom japë diçka prej vetës, po të njëjtën kohë, të bu prova dhe shumë pavarësisht prej karakterit ti edhe merë. Ti edhe merë diçka prej qëti karakteri që ti A ka diçka që të ka ngecë prej karaktereve që i ki lujt? Se di kështu diçka ma konkrete, po sigurisht që për secilës ko marrë diçka dhe kom japë. Diçka ma konkrete nuk po më kujtohet, po merë, gjithçysh merë edhe jep prej vetës. Te filmat, edhe te filmat, është Shtëpia e Agës, është filmi Okarina, gjithashtu një film premiera Okarinës ka qenë para 2 viteve, është një karakter që unë e kom dashur shumë, sepse flet për një gru, e cila, për çato gra që unë vazhdimisht flas në intervista dhe mundona më jap kurajo dhe më tregu që jeta vazhdon. Pas çdo sfide që e ke gjithmonë dush me luftu me forcat edhe me atomin e fundit që me mbri aty ku don ti. Flet për një grua e cila jeton në një familje e cila gjatë kohës së luftës shpërngullet në një jashtë dyrëve të Kosovës edhe ka një jetë shumë të si me thonë shumë të njëtrajtshme edhe kjo punon të një italian në shtëpinë e tij, punon si pastruse dhe ata dashurohen. Unë jo që po them që është mirë, po unë veç po du me thonë që edhe femrave mundet mi ndodha, po, jo vetëm meshkujve. E ai rol tregon sa e vështirë është për një gru, kur thjesht e kupton që në shtëpinë e cilën jeton nuk ka mo, kur gjo, nuk ka mbet mo kur gjo. Edhe që edhe ne femrat kemi ndjenja, po, jo vetëm meshkujt mundën me u dashuru në dikën tjetër. Edhe ajo përfundon me personin cilin dashurohet edhe jetojnë së bashku. Te Shtëpia e Agës është një prej roleve që për sa t'jom gjallë kom e mbajtën mend, sepse flet për sakrificat e grave gjatë luftës së fundit në Kosovë. Flet për një gru të përdunume e cila si rezultati përdunimit e ka një fëmijë. Jetesa e saj e vështirë, para gjykimet për njerëzve, se si me shumë mund e rita djalë, e ai djalë mendon që babën e ka një ushtar i cili është i zhdukun, ushtar shqiptar i cili është i zhdukun. Ai është një prej roleve që mas vështirë të njetë ko mujtë me punu, sepse fia ishte shumë e hollë, unë u tutësha mos po gaboj në interpretim, se unë e disha që ato zonja kanë marrë me pa filmin, edhe shumë u tutësha mos po gaboj në interpretim. Edhe pse unë i kom vizitu shumë ato zonja, edhe kom bisedu me zonjat, edhe paka shumë isha me ditë atë ndjesinë e brendshme, edhe pse kur s'unë e dim vetëm ato e din që e kam përjetu. Po për mu u konë një prej roleve matë vështira, të rëndësishme po se po edhe ma të vështira me u realizu. Të pas parasysh që jenu anë e 2 fëmijëve, a është vështirë nëse ti kishe pas profesion vetëm aktrimin me mbajt familjen? Patjetër, te na kultura në arti nuk vlerësohet. Se kam bet ende se arti po vlerësohet në disa fusha, muzika, këngëtar po përfitojnë shumë ma po nuk është ajo, po ata përfitojnë në përdarsma. Po te hajde po flasim për pse kam bet ka aktrimi aty me pagesa? Muzikën, rockun, bluzin, edhe me i pyet sa paguheni kur e keni një performancë para publikut. Ka dhe shumë pak se rockun përgjithësi ka fillu edhe është zhduk, tu e kuptu artista që nuk po funksionan. Muzika e mirëfillt, absolutisht jo, muzika e mirëfillt është në rramje. Është në rramje e sipër. Nuk mbështetet në arti edhe kultura. Jemi shumë brapa, s'ki qare pa e pas një punë tjetër nëse ti don me mbjetu. Ose, në fushën e artit, 3-4 puni, po. Për me mbujti me mbyll, me përmbyll mujen. E për qiftin tem edhe si unë ka shumë e shumë që jemi adhurus mdhej. Unë shumë shpesh thom neve vullneti edhe dashunia shumë e madhe për artin në mbanë. Se dikush tjetër kishte me hjek dorë për këti profesioni, sepse është shumë probleme mbjetu. Ju keni edhe një biznes. Po, e kam. Edhe diçka që merë shumë interesant është për një vjedhje që kishtë ndodhë. Po dhe, e kanë gjithë njerë. Po, valla.
Po, e kam butikun që 2 vite e gjysmë e kam hap. Një diçka që unë kur njetë s'kom provu, unë gjithmonë kom punu për të tjerët, po asë njëherë nuk kom qenë shef i vetës. Është tjetër ndjesi. Po, edhe kom kuptu që nuk jam e mirë si shefic, në aspektin që s'di me lujt rolin e sheficës. Edhe po, ma kanë thy para s'pëdi 3 jave që ashtu, nuk kanë bo dame të mdha, nuk ishte të dami, sa ishte të ndjesia, ndjenja shumë e poshtë, kur ishe 2 djemë të ri, sepse është e gjiru me krejt në kamerë, edhe shihet edhe ftyra, edhe mosha, edhe, do me thonë, hinë pa pik problemi, si në shpet vetë, edhe e marin kuletën. Si unë bëllë kjo çështja? Nuk e di, hala është në proces. Unë jam në pritje. Ftyrat aty në 2 djemëve të ri shihet shumë qartë. Jo në djemë që endë në për Prishtinë, kështu që po besoj, kam besim të madhë në policinë e Kosovës që bojnë diçka në atë aspekt, sepse mu si Shëngyl më ka humbë siguria, së është e dami. është ajo ndjesia që ti nuk ndjehesh e sigurt. Edhe me tregu drejtën, as nuk kom këqyrë në një moment saktum sa pare kanë qenë në kulet. Kur i kom pa, ata djemë 3 të shëndosh fizikisht. Tash unë nuk e di si gjenden mënyrën emocionale dhe psiqike, po fizikisht fort, me kome dhe me dur. E unë e paramdoj vetën në moshën 46 vjeqare, minimum 3 puna i punoj. E ata djemë 3 me gjetë qash lehtë, formën hajnin, për derisa e të fort, fuqishëm edhe mundën me punu. Edhe me thy mundin e dikuj tjetër. Po pra, edhe ajo është edhe mshme. Ajo është edhe mshme, kur ishe 2 fëmi. Nuk ishin bash fëmi, po të moshës 30 vjeqare që për mu janë fëmi, që mundën me punu, po ata e gjenë formën më të lehtën, për me e thy një lokale dhe kumedite dhe sa lokale të tjera kanë qenë viktima si unë. Shëngël, ajo ka qenë edhe më. Jemi drejt fundit edhe jëm të tentu me shty intervistën edhe pse po më kontaktojnë në stop që është fundi intervistës. I kam 2 pyetje të fundit. A beson e ndë në dashuri? Po me qysho. S'ka sen ma të bukur se dashuria. Njeriu s'mundet me jetu dashuri. Tash, dashuria është dimenzion shumë i hapur. E merë për fëmijëve, e merë për prindet, e merë për motrave, e merë për shoqënisë, po pse jo dhe për dikujt tjetër. Po qysh s'besojnë dashuri? Po s'ka jetë pa dashuri. Po në roman se kam fjallën. Po qysh s'besoj? E je hapur, do të thëtë? Po natyrisht, unë jom njeri, A ka diçka 3? Jo, 3 nuk ka. Po jom gjithmonë e hapun. Së unë mendoj që se cili... Për me njofë dikon? Po natyrisht që po. A jam e koncentru me momentalisht veç në punë? Po sigurisht që jam. Edhe që kjo ndoshta se unë e dalë shumë pak. Edhe jam qysh kom qenë aktive ma herët, kom dalë më shumë tash jo, sepse butiku ma merë shumicën e energjisë, ma merë me vete dhe lodhna shumë. Sepse gjithë shka e bëj vete, me na gjoj vete. Për dashurosh e gjenë kuon, Shëngël. Ama, ajo me hapëm, ha tjetër, ishtë duna me fillu me dalë ma shumë. Mu marrë ma pak me punë. Pse jo? Shëngël, unë pyetjen e fundit e bëj gjithë njëjtë për çdo mësafer. Nëse kishe qenë sot përballë meje, çka e kishe pyet Shëngëlin? Diçka që e kemë branda atë çdo intervjist. A ki diçka pishman në jetë? A ki diçka pishman në jetë? Okej, se e pys vetën. Për që ato edhe, po që ato më qudite kur më the që ashtu, sepse si me pas dite, e pys vetën shumë shpesh. Jo. A dhe se jo? Prita që po më thu diçka. Jo. Sepse, qëre, ka loj sfida në jetë që sigurisht ti, unë, se cilin për neve e ka prek. Po asë njëre nuk mendoj që kisha me qenë kjo që jam. Pa i te i kalë. Pa krejt të mirat edhe të këqijat që jeta të sjellë. Asë njerë s'kisha mujt me qenë kështu e fort që jam. Për që ato kur gjo njetë nuk isha me ndru. Ama heq. Shumë e bukur. Faleminderit shumë që ishe në Elite Way. Për te edhe du me thonë që shumë po më vjen mirë që ju kom thonë po. Ne me t'lumë tërë. Pas një vite e gjysë javë lejte. Sepse që shtu bot një intervist. Faleminderit shumë e përsaj. Me sfidu, se keshtu thonë klientë, më ka bo kryt botë. Personin përbalë. Personin që e ke përbalë. Që që faleminderit për te e ke shumë kënaqësi me bashkë bisedu me ty. Nuk e intervist, ke bashkë bisedu. Faleminderit shumë.
Dhe tani është koha për pjesën më dinamike të mbrëmjes, debatin. Me ne çdo epizod një zë i drejt për drejt, kritik, pa dorza, opinionisti, Derem Neziri. Përshëndetje për ty, Elita. Derem, përshëndetje. Sot do ta kemi një panel interesant, të cilin do ta thrasim në studio me mësafirin ton të parë, i cili është Ideal Qoqaj, këngëtar. Iqbale Huduti, teologe. Muhamet Bikliqi, balerin. E përmbyllim panelin ton me Naim Telakon, psikolog. Përshëndetje dhe mirë se ardhët në Elite Way. Përshëndetje, mirë se Dy prej panelit tashmë janë mësu me Elite Way dhe din që ne gjithmonë e fillojmë me disa nga deklaratat tuaja. E para që vjen për sot është nga Naimi. Gjithmonë ka kohë për me u dashuru. A nuk bën ora tik-tak, tik-tak? Gjithashtu gjithmonë e vonë për më dashuru. Ndrove tash deklaratën. Më lindi si ide tash. Po, definitivisht, dhe me thonë... Prit këtu. A të ka ndodhë diçka që i ki rapi shmane tash pe këthen deklaratën ndryshe? Unë e pak e ndëgjova dhe prej emisionit ma hershëm, me zonin Shëngyll që e patëm, ra me pritu, pak edhe pishmon s'po bëj kemi ra heq. Dhe me thonë jo pishmon, jo mirë, po e kam një dashuri 3 jetë tash, e kam vajzën, dhe me thonë unë e jem bob pak ma vonë se disa bashkëmoshatarët me, edhe kom gjetë dashnin më të madhe të jetës, do me thonë është Saneta tash i ka bo 2 vjetë e gjysmë, edhe kom po që dashnia e kesh një kuptim tjetër, e kesh një thellësi krejt tjetër, e kesh një përmbushje krejt tjetër, edhe definitivisht do me thonë jeta ka një kuptim krejt më ndryshe prej kur e kom vajzën. A te kalon dashuria për fëmin, dashurin për gruan? Unë e pak nështë e kom përdor ato shkallësit psikologjike, mës me lon vetën më bot gjeloz e posesiv, kur i kom pas dashurit e mja për vajzën, për bona ka pak. Edhe pse është qaq e vogël. Dhe me thonë është dashnia ma thellë e krejt jetës, për ndryshe sigurisht pyetja ose deklarata juaj është edhe për ato dashurit e tjera, mendoj që as vera nuk nis pa dashni, e sidomos vjeshta kur vinë gjethet, do me thonë dashnia është arsyeja pse zgjohemi në mëngjes. Edhe për mu si psikolog që pi bëj ma shumë se 10 vjetë në punë, kom vrejt tek njerëz me cilë të punoj që ka shumë gjona që japin frymëzim njerëzve, që japin gjallëni njerëzve, që japin motiv njerëzve mirë, po ajo që është kryesorja, që është thelpsorja, ajo që është mirë mbajtësja kryesore e higjienës mendore, shëndetit mirë mendor, e rritjes të vazhdueshme shpirtërore është pikërisht dashuria. Që pikthejnë asoj fjalist parë që thash, jo gjithmonë ka kohë për me u dashuru, po është vonë gjithmonë për me u dashuru. Po më duke që këtë deklarate kjo për para se me u martu. A do të thotë që praktika e bën edhe psikologun me ndru këto mendime? Po, praktika është mësuesi më i mirë i psikologut, dhe me thonë psikolog nuk mundesh me u bë me libra, psikolog nuk mundesh me u bë me studime, tash po më duhet edhe me thonë që psikolog nuk mundesh me u bë pa vujt vetë pak, pa kaluna për të lashe emocionale vetë pak, si psikolog se nuk kupton as depresionin, as angthi nëse s'ki pas për veti depresion edhe angth, që po du me thonë fatmirësisht unë e kom pas edhe kam ka njëherë, edhe në qëtë logik do me thonë... Fatmirësisht apo fatkeqësisht? Fatmirësisht se më nimoni me i bashkëndjet klientat. Se pas në ndëshu dikon me thonë, fatmirësisht kom nga pak depresion edhe angth. Po, unë mendoj që ajo shëndeti mirë mendor, rritja shpirtërore është kur e kuptojmë që kjo jetë nuk është veç mirë, kjo jetë nuk është veç bardhë,
Shpejt nuk është veç lumturi, qysh nështë është gabimi, fatkeqësia e rinisë tonë sotshme që po dojnë me konë të kënaqur gjithë, që po dojnë me konë të lumtur gjithë, që po dojnë me konë në format ndryshme të shkëlqy gjithë, domethënë nuk është jeta kjo, nuk është realiteti ky. Mirë që dolet e vujtja e këto disfatat se dhe dashnia vetë din me sjell ka njëherë vujtje, momente jo shumë të mira dhe të qeta, janë edhe me këto benefite, më thojnë za dashuria. Që ditën kur janë nisë, dush me ditë që dikon në gjatë rrugës, domethënë ki me hasë edhe në vujtje, edhe në dhimbje, besën nga matë ndryshmet, mirë po vujtja dhe dhimbja mirë fill që vjen prej dashnisë gjithmonë është rritse. Gjithmonë e rrit individin, për shkak se neve gjatë jetës na kemi një potencial të madh njerëzor, human brenda vetës, por nuk do me thonë që kemi kontakt, që e aktualizojmë, që gjallërojmë gjithin gjatë krejt jetës, edhe pikërisht vujtja që vje prej dashnisë, kur është e shëndetshme, kur ja pranojmë. Çka mendon për këto dashnit obsesive, ka njerë maniake, që janë shumë të mdoja edhe rezultatin edhe bilancin se kam bashkëti. Do shta s'mundem i qujt atëherë dashni, janë më shumë opsesione. Sigurisht. Pak menaxhim. Se do të kthejmë edhe te tek balle. Me këto thonjet, deklaratat pakës po na boni si surprise, befasi tash po mendojmë çfarë deklaratë. Çka kemi zgjedha? Kjo është e bukra. Jeni të veçanta. Shkurt Naim, mos më kelemi shumë. Do me thonë, pikrisht vujtja prej dashnisë, dhimbja prej dashnisë bën që me përjetuna komplet qatë onën tonë njerëzore, onën tonë humane, me kuptu që në qëtë botë nuk kemi ardhur për me jetu vetë, edhe s'mujmë ja dal vetë, kur kërkush si ja ka dal vetë s'kemi mujtë as na, edhe me kuptu që vetë natyra jo nuk është individ, nuk është e mendume me qeni vetëm, po është riprodhimi, po folë si evolucioniste, po më pëlqen shumë me ka pasje favorite, po dhe natyra jonë është sociale, është bashkëndjesi, është përjetimi për bashkët. Ama që shtu folë veç një njeri shumë i dashurum. S'është keq me qenë i dashur. Bale, qa do të dashuria në sytë të tu? Dashuria në sytë e mi do të thotë paqe, prehje. Paqe? Po, prehje pranë një personi që dëshiron, që e donë, dhe kur ka njëri prehje dhe paqe, atëherë përmes dashurisë mundet me arritë kulminacionin e gjitha të mirave. A ka gjithmonë paqe në dashuri? Paqen edhe luftën na vetë e krijojmë, derisa i kuptojmë karakteret e njëri tjetrit. Prandaj unë shpesh edhe kam dhënë deklaratat e mia se bashkëjetesa për të rinjët me qëllim martese është një kështu them një zgjidhje. Ama zonja Iqbale, pavarësisht që e shet dashurinë si paqe, e ka dhënë deklarat që e ka qunë luftë. Ajo ka thonë që është e gatshme me ndo burrin edhe me një gru tjetër. Po patjetër. Qysh është e mundur? Ku mbet paqja kur e ndon burrin? Po tash çdo gjë që ka të zgjedhim këtë jetë, na si persona, si mashkulli, si femra, kemi zgjedh djallën. Sepse mrenda njeriut fshihet ajo djallëzia edhe ajo shtazarakja. Kështu që kur një person, si bashkëshorti im Luani, kur e kupton se çfarë njeri është i mirë, ai e meriton me pas edhe një shoqe time. E pse nuk e ka? Të cilën, po tash na jemi plak, na jemi 60 vjet, jemi moshuar. E ka thonë se din që është e para ka qenë moshën 30 vjeçare. Me që e ki gjetë Reatina, e ki thonë fjallë të njëjta edhe kur keni qenë në një moshë më tre? Apo e thu tash se e din që nuk ka kur unë atëherë i kam propozu burrit tim, i kam propozu shoqën time që ka qenë mësuese, edhe i kam thënë, shiko, është në gjendje të mjerueshme, është shumë e bukur, shumë e mirë, e provokuar nga shoqëria, thash ti kime dhënë përgjegjësi para Zotit, se duhet edhe ato me bo me streh. Se bo burri mirë i meriton 2 gra, se sot rrallë ka burë që edhe qatë gru e meriton. A të ka thonë ndonjëherë partneri që i ka ra pishman që se ka bon shoqën tone si gru 2? Jo, bre, është puna që ato shoqet e mia janë veç muslimane me emër, edhe nuk e kanë kuptu qëllimin tim
madje kanë kriju frikë nga unë, pse kjo po kërkon burrin me martu, a ka probleme shëndetësore, a unë e kam pak individualiste. Vetëm për shkak altruizmit tim, sepse e shoh që femra në shoqëri shumë keq trajtohet. Nëse ke mundësi, zotëri, biznismen, apo ku ta di unë që ki pasuri, që ki kushte me majt, ki burni besa se s'është puna veç të pasuria, atëherë mos e bon leck një vajzë të tjetër kujt, po mundohu që edhe ato me bo grua tëndër. Këtë bindje e ke diktume prej fes, apo është individuale, që ta sqaroj? Jo, vetëm prej fes. Pe individuale, si shqiptare, kur nuk ishëm leju burin tem ja dhën tjetër kujt. A kështë e falë të rathësim? Njëherë, po. Njëherë? Njëherë, vetëm njëherë, për mi dhënë mësim, edhe ato e kishëm pyet, kujdes ta shikojmë, mos na ka bo me qëllim. Sepse gjdo femër e dytë që hynë familje, ajo ka të për qëllim me ta marë statusin tonë, si grua, si nën, grua e kurorzuar e tjera. E do të bashkëshorti nuk ka faj kur gjo? Statusin tonë ka dëshirë me ta marë, edhe se shkurorzimi është i lehtë, po pastaj pas shkurorzimit është i vështirë. Prandaj, unë mendoj që duhet femra me rujt statusin e vetë si nën, a i burri gjithashtu bashkëshorti duhet me rujt se gruja të ka bo zot shpije, të ka bo babë fëmije, të ka bo burë shoqërie. Nuk mundet çdo kush mu bo burë shoqërie, sepse të njofin çka ke kriju. Prandaj unë them, çdo burë jo që e meriton dytën grua, edhe me ligj këtu te na është ndaluar, po edhe poligami nuk e kanë dëshirë rinia, sepse është vështirë, po ma mire kanë, jo veç rinia, edhe vjetër. Ma mire kanë, po, i nderuar, ma mire kanë me pas një grua kështu me të letra, e 4-5 me të zeza, ajo është e keqja e shoqërisë. Vazhdojmë të deklarata tjetër? Muhameti, është në përgjësin tonë që brezat e rinë t'i edukojmë në mënyrën më të mirë. Jemi ne shembujt e parë, andaj le të jemi shembujt më të mirë për ta. Kjo është një deklarate imja që e kam shkrujt në Facebook edhe besoj që e kam shkrujt për fëmijët e mi kur kam fillu në klasën e parë. Dhe më thonë në shtatorin e kaluar, i qëndroj prapa se sigurisht që prind janë modeli i parë i fëmis, rrugën e shtrojnë prindërit për fëmi, prindi faktikisht është kopja, faktikisht fëmija është kopja e prindit. Reflektim, ndoshta se kopje... Po, kopjan. Po, unë besoj që fëmit, të pak të fëmit e me, më kopjojnë. Imitojnë, mundëm me. Po, imitim, kopjem që aty të qëndrarë, kështu që une i shoh fëmijët që janë shumë kurreshtarë në stilin e jetës, unë që shiboj, në sjelljet e mia, unë që shiboj, në përgatitjet e mia, në punën tem, seriozitetin e çështjeve familjare, çështjeve të punës, edhe që aty e shoh dhe e vrej që ata, unë jam një model i llojit se ata kontaktin e parë kanë, kontaktin e parë për gjinin mashkullorin, këtë rast për flas për mu, që më kanë mu shembull të hyrë. Çka do të që bëj? Sa të arrit kjo ty përgjithësinë që me qenë shumë më i kujdesshëm? Patjetër, pikërisht e kam thonë aty që jemi ne shembujt e parë, andaj le të jemi shembujt më të mirë. Po, s'ka problem, se e kam shkruajt kësa në shtatorin e vitit kalum, kështu që normal që të bënë përgjithësëm, vetë fakti që në momentin që bosh prind e ki një bardë përgjithësisë pej ditës të parë. Nderem, apo pajtohesh me këtë thënie? Sigurisht që ne i diktojmë shumë shpesh sjelljet e fëmijëve tonë, duke reflektuar mbi ta, duke u fol, po populli ka një shprehje karakteristike që shpesh fatkeqësisht gjem vend. Prej meri del beteri e prej beteri del i meri. Ndonë ndonjëherë. Kalojmë të deklarata tjetër. Iqbale. Përpara kanë thonë, këqyrja nanën, merja vajzën. Unë sot po them, këqyrja nanën, merja djalen. Shiko, ne si popull jemi rrit në një kulturë patriarkale,
Dhe kjo po vjen ndeshje me modernizmin sot, me një jetë shumë më të mirë që na mundemi me kriju si gjenerata të reja, dhe përpara vërtet kanë thonë këshyrja nonën edhe merja vajzën. Por unë prapë thomë se du të mja këshyrë nonën e mja marë djalin, për arsye se nonat tona kanë qenë gjithmonë ma të dëgjueshme, ma të shtypura, ma pak të emancipuara, nuk kanë pas shkollim, kanë qenë të varura nga burri edhe janë kanë të detyruara në një farë mënyre të jenë të dëgjueshme edhe ku nuk duhet. Mandej, nonat përpara kanë luajt vetëm rolin kyç, vetëm brenda familjes, nuk kanë qenë të edukuara, shkolluara, të edukuara kanë qenë në mënyrën e vetë perfekte, po shkollimi, emancipimi ka mungu. Edhe avansimi, edhe, si me thonë, sinhronizimi me kohën që jeton, i ka mungu. Prandaj, kur e shohune, i thonë vajzës të mamë, shiko kujdes, kur donë me u dashuru me një djalë, këshyrja njerë nonën si e ka, qëfar e ka nonën? Qësa e nona e ka mësu një djalë, me i nejtë gati, zhdo mëngjes, me ashtu shtru tryezën, me hekuros, me la, me pastru, ajo t'jesh sigur që aj djalë është djali i nonës. Edhe aj ka me kërku edhe prej teje. Asha me marrë, a mos me marrë këtë djallin? Jo, këtë djallin, jo me marrë, du të me marrë, se dikush du të me marrë, kishimet pa martu. Po duhet njëherë paraprakisht me, unë them edhe këtë deklarat tjetër, duhet njëherë me bashkjetu me një person për me mund me kriju familje. Me qitë prej hijes nonës. Po, me qitë prej hijes nonës, sepse Zoti e ka kriju dorën njëjtë, si të burrit, si të gruas. Prandaj, mi nda rolet pak me barazi gjinore që shë kemi na, si mësojmë të ashtërinje tanë, që nëse dora ime mundet me bo diçka, pse mës me bo buri. Por, e keqa është që na po i shkelim burat, mandej. Në fen islame është e lejuar bashkjetesa për para martesës? Po, është e lejuar, është, i thojnë bashkjetesa... Po me flajnë në krevatët të ndryshme? E përkoshme, jo. Aty dikund, po këtu e kanë bashkjetesa është e njëjtë si martesa, vetëm një kusht e ka mangu. Për shembull, në martes duhet një qahi, kurorëzimi, edhe në bashkjetes duhet, po nuk duhet me qenë me dëshmitare me të tjerë, vetëm marrëveshje bëjmë. E dyta, në martes duhet një dhurat asaj gruas mja dhanë. E treta, do me thënë në qka është e veçant, në bashkjetes duhet mu caktu, zotëri, unë me ty, për ata të pamartuarit, po të flasë, unë me ty du me bashkjetu një 2 vjetë, ose 1 vjetë, do shta mrenda 5 mujve ndahën. Mirë po, ata i kanë përgjithësit edhe obligimet njësoj si në martes, pra normat morale. E qka është maj mirat e bashkjetesa, sepse nuk i marrin, nuk hynë vajza e bashkjetesës, gruaja, sa ajo është grua, se normat i ka në dëshkimet të gjitha, po nuk hynë në trashëgimi, sepse ajo bashkjeton me to 2 vjetë edhe me ose 1 vjetë, ose qoftë edhe 5 muaj, edhe me ligjin e Kosovës nuk është ndaluar, ajo bashkjeton për me kuptu karakterin. Nuk të regova du të me flajnë në krevetën domës. E më varet si mirën vesh, nëse për shembull një vajzë ka pas probleme me ishin e saj, edhe është frigide, edhe i thot zotëri, unë po du me bashkjetu me ty 5 muj, mirë po me kusht, mës me pas marrëdhënie intime. Krejt varet prej vajzës. Kjo jeton ekziston në islam, mirë po në kohën e halifës së dytë Omerit është ndalu. Prandaj në Kosovë, në trojet tona shqiptare, pasi ne jemi pasues të shokve të profetit më shumë, kjo është ndaluar, mirë po në botën nuk është ndaluar bashkjetesa, vetëm se i ka disa norma. Po duhe me marrë në mendim se deshta mu drejtu disa norma, qato norma. Na imi si psikolog të regona pak, që shpo duken këto befason Iqbalja. Se Iqbalja po e ngre teorin test 1-2-1-2. Po na përditëson pak se që shedim na, do me thonë,
se cila bashkjetes, se cila marrëdhënie jashtë martesës në islam është zina, është haram, është... Jo, kjo është martes, nuk është jashtë martes. Bashkjetesa është martes, unë e thash. Edhe martesa një qahin, i bjen që edhe martesa me kurorëzimi edhe fejumja është gruaja jote. Kuroni qaj tani s'është më bashkjetes, për është martes, për ndryshe qysh na... Okej, ju mund të kurdo që është jashtë një qahit është... Jo, kjo është nga aspekti teologjik unë e marë përgjithësi. Për ndryshe e pjesa parke shumë e mirë, dhe me thonë këqërja nonën merja djalin. Bashkë ashtu që është ta zonja Iqbalit, dhe me thonë raporti idealit me nonën është shumë i rëndësishëm për ato se që shka me konë djalin martes. Për një me nëse lazdron nona djalin, që është në disa raste ndodhë, që i rrinë gati për gjithë shka, që mbronë për gjithë shka, që kujdeset me ta gjatë kretë kohës që nuk ja Besoj që këtë nonat e bëjnë që Ama edhe djali bre qysh ta gjenë, se ti ka bu nona kretë mirat, po se qenë të gruja. So i përket qashtjes me bashkjetu e mos me përfitu, kjo s'më pëlqej prej anës zonjes Iqbale. Se mas ne po dalim në një martes interesi që përfiton vetëm një rapal, po në jurisdikcionin kosovar, edhe bashkjetu... Më falë, po bashkjetojnë, po shërben zonja në Shërben që mos me marrë. Shërbimet po është bashkjetese dhe tha tërhiqet prej trashëgëmis. Dhe që të veç njona palë spekuptoj që është po thu. Jo, nuk i kryn këtë shërbimet, po thëmë vetëm njona palë, sepse tha, bukfalisht, fjallë për fjallë, që gruja nuk përfiton kur gjo nëse është martes. Do më thonë nuk përfiton, nuk ka akces mbi pasurin e burrit. Bashkjetes. Po në jurisdikcionin. Bashkjetesën. Në martes, jemi të folë për pasuri. Iqbalja thanë, gjatë kohës së bashkjetesës, është edhe një e mirë, që nuk përfiton as njona palë nga pasuria tjetër. As gruja, as burri. Mos u martoni mungut, bashkjetoni, se edhe ashtu kur nëse vendosni munda, nuk e merrni pasurinë as. Pajtonën me nderimin është që nëse bashkjeton, përfiton veç njona palë. Nëse bashkjeton, përfiton dy palë. Nderimi për citon Iqbalen. Por në jurisdikcionin kosovar, edhe një bashkjetuse ose bashkjetus ka akces në pasurinë e tjetrit. Në një kohë të përcaktuar me letë që nuk e di saktësisht. Në martes, në bashkjetes. Në bashkjetes. është edhe në bashkjetes. është edhe në bashkjetes. Në bashkjetes nuk është pa tjetër. Në pasurinë të cilën e ke bo në kohën deri sa ke qenë bashkjetes. Atër kjo po dallon me fen. E kemi hap një temë e cila është tema për sot. Hajde ngutu se kemi edhe një deklarat. Edhe të pjesa tjetër, dhe me thunë të kjo këqyrja nonën merja djalin, nëse djali u rrit të mendu, ose të besu, ose të ndjetë që spedon nona, për arsyen nga matë ndryshmet, nëse i ka mungu nona emocionalisht një formës e një tjetër, qoftë për shkak të problemeve, smundjeve, o kanë shumë e dhonën mas karrierës, mas punës e të tjera. Qërë me bo grunë? Edhe kjo mënet me qenë, po e ka shumë zorë me besu që pedon gruja. E ka shumë zorë me besu që pedon një famën tjetër, një vajzë tjetër që ka do qoftë, dhe nëse e jepa dashnin në botës, gjithmonë ka me pas një lloj preokupimi, ka me pas një lloj pasigurie që ajo dashni s'është reale, s'është e vërtet, edhe do të thonë gjithmonë ka mundi pak i padashuruar. Edhe ka me lyp vazhdimisht me kompenzu. E në bashkjetes rritet badashuria, sepse njoftohet. Që i ka mungu prej nonës, ka me lyp, do me thonë, vazhdimisht me kompenzu. Mendoj që karakteret e njerëzve janë praktike dhe din shumë mirë me u përshtat në rrethana dhe kushtet caktume. Nuk është që ke pas te nona një komoditet ose tretman caktum, ti pret me patjetër me pas edhe te gruaja ose te dikush tjetër te partneri. Valla nëse s'ka mësu nana mi palu rrobat, atëherë duhet gruaja me. Son gruaja. Jo, gruaja duhet generalen me ba, që tu mos u kesh kuptoni se dhe ju gratë e reja pak po i shkelni burrat. Mu po më trejtoshe? Kretë përgjithësi. Gruaja është e merë obligim. Një mirë Iqbale, me mnjoft. E merë obligimin me i lanë i e kuros robat, ama jo burri me i thonë bjerë mi qarap, bjerë nga kishë. Jo gratë e reja. Gratë përgjithësi. Unë besoj që mund të bëj ma shumë se te. Okej, hajde. Hajde ta kalojmë deklaratën. Ka me këto të reja të sunë matësh. Ideali. Më thoj ke nona, kret me nona i paska. Këti këna përmend nona. Nuk e dip se stafi i paska për zhjetë të tila. Më thoj ke nona kur po ma bën një këngë. E dërgova në shesh gjirim pa e ditur që po e bëjnë një këngë për të. Po, është vërdet
ma vejke kur për bë një kong, kur për ma bë një kong, edhe nuk e ka ditë heq. Edhe e kom pas projekt 5 kong mi bo, mi ingjizu, i kom ingjizu të 5-tat, po i thesh ajo ty ta bëj dikur ma vonë, thash këtë plako, që tash i eri me ta bo. Edhe më ndena, tu mundu, e mura një ditë i thash, apo shkora me kështu një film, në kinema, tha, hajt, a din dyqysh për i të i kje, po ma bo qefi nona, erë. Ndërkohë regjia, nëse është në rrjetet sociale, kjo video kështë po është në klip, në YouTube e mundën me gjithë, nuk ka as copyright, as kërgjo. Kështë që... Që ka titullin kënga? Non, e ka. E cili ishte reagimi nanës? Në reagimi nanës të konë, kër këm shku në kinema, e kom marë, edhe theki pse këto kamera shumë, adin? I thasha, nuk, jënë thash film, në kinema kjo ardhë, u dësha mja pështjele, pse veç na dytë, herët i thasha se ditën kemë. Edhe më ne ja kena njësë, ka ndalë fotot e, i kena përzirë disa fotot feminisë, kështu edhe me tekstin e nanë. Reagimi nanës të konë që... Tia i rëziku që i këbalja i thot qikës, qërja nanë. Mune i martë. Edhe ma ka kap dorën qa që shtrëngushëm që edhe veç kajke, po kamerat nuk i konë shumë, se nuk ka pas shumë drejtësim, se u konë spontane, u konë gjerim momental. Edhe qa që ka pas shtrëngushëm edhe non-stop dëneske, kështu po zdeki me dalë të kajt, a vedim thare. Se më ndej e mërë, resh që këtu... Tu i kemi edhe pamjet? Po, tu hi në kinema, e që në kinema, edhe ja ka gjej kongën që ja kom dediku kësajna, dhe më thonë më ndej e ka ngu non-stop, edhe alo e nga të shpia. Kjo kom veç dedikim, e në kas veç për nanë. E cili ishte komenti i saj? Pas gjithë atyre emocioneve më fund? Komenti i saj më ka përshaf shumë, thot edhe më patë thonë që tash nuk më jetë gjikë kur gjë. Nuk më jetë marak kur gjë. Ka pas ke vlëcu dëshiren. Po, e ka pas shumë dëshirë, adin ka moqme. Kur për ma bën një kongë, edhe unë e gjithë, i kom thonë, hajtë ta bëj. Më ndjo, tu që është do të runa, na i se në paratet më. Dëmë se që ka kotë mjaftushme, me i dediku nanës kongë, me i thomë fjallë të mira, me i dërgu lule, me i qëndru pranë, kur ajo ka nevojë se... Pas du të dhe bobës mja bëzë i mitë hapë. Dje me fmi të cilë të po bëjnë hapa largë kujdesit prindror, kështu që të komplimentojmë. Ideal, me qenë se po takohemi pas shumë viteve. Dikur kemi qenë bashk në një emision tjetër, ku ishe bashk me Ardën. Sa çfarë raporti ki me Ardën? Shumë të mirë, takohemi, dalim, kënojna, shëtitemi bashk, po në për sezona nuk takohemi, gati heq. E gjelozon raportin Ardi Mirdon? Jo, Qashtu ka qenë Ardi me Idolin? Unë jem ka në Ardi... Tash është Ardi Mirdoni. Unë jem ka në ajë që i kum taku ata dytë. Edhe ta kalëzën një historie që ata i goti në konë të rejherën e pa. Kër jenë taku. Hajde? Faktikisht Ardi që shë si Ardi, Mirdoni u konë pak ma në kajdet populores, Ardi atëherë u konë ma kajde Bruno Marsit. Muzikë arktuse, më ndena, kër jenë taku se efte dy botat ndryshme të muzikantave, jenë taku me bo një botë. A betene më ndena, jo s'bëj, unë e këne që si kongë, pak ishke kënjera, po më ndena u bënën qatë shokë në gusht. E u bënëm një treshe që rrishim non-stop, edhe studio pa të më qelë bashkë, po më ndena unë e vazhdoa. Që s'kanë qitë për i sistemit, apo këtë? Jo, vetë, këmë dalë, mu më ka thirë një grupi prizërinit, më ndë këmë vazhdu me ta. Ishpak shako. Po. Ama i raportet janë... Të mira. Tepër të mira. Le ta hapim temën për sot, e cila është... Ku po shkojmë si shoqëri? Ndërëm? Qka po ndodhë? Po hecim. Jemi bo një falom që i madhë që nuk po dim ku me dojnë. Ka po shkojmë si shoqëri, po më duket një rrugë pa kry, sepse jemi duke luajtur me kartat të cilat nuk i njohim. Në momentin që po tregohemi shumë avangard, po dështojmë fort, sepse nuk jemi shoqëri qaq kontemporane e avangarde, ma tepër pastaj po bim në si Turkish style, po rrejmë shumë edhe po lëndojmë shumë njëkohësisht, edhe po shojmë 3 reja të cilët për hir të ambicjeve kanë njëherë të smuta, po përfundojnë në rrugë të gabuara. Kjo është shumë e dhemshme. Po mbi të gjitha unë kisha dashur që me pas njerëz të cilët të reflektojnë shumë a shumë, spari mendojnë e pastaj thonë e veprojnë, dhe njerëz të cilët transmetojnë mesazhe paqe e pozitiviteti dhe jo mesazhe çfarë po transmetohen që nga tavolinat e deri te kafet e televizioni e tjerë, se pasojat më duket po janë katastrofale.
Naem, cilat janë pasuja që po ishem më së shpeshti tek të rinë ka aspekti psikologjik? Ajo që unë shoh mas shpesht është pak një munges drejtimi jetësor, një lloj zhgënjimi, kogja madhor, një lloj mungeset shpresës, një lloj mungeset madhe të optimizmit, mas një munges kogja të madhe të vetdijes për ato ku jemi edhe çka duhem me bo për një jetë mirë. Këtu po flas kryesisht për studentët. Dhe me thonë, studentët tani pse studiojnë nuk e kanë motivin me u dediku në studime. Rinjt ani pse i kanë shumë qef paret edhe të arriturat, nuk e kanë durimin edhe vullnetin me u përkushtu punës. Dhe me thonë, kërkojnë me çdo kusht rrugë të shkurta, kërkojnë me çdo kusht me mbri gjithçka brenda natës që është diçka e parealizueshme. Mas një shoh një lloj cytje ekstreme për me lyp knatësi të momentit, dhe me thonë me u knaqë shumë, po knatësia e shpesht edhe shumë nuk bje lumëturi, nuk bje përmbushje, lumëturia dhe përmbushja vjen prej dedikimit, prej punës afatgjat, prej kultivimit të talenteve, të prirjeve të tjera që na i kemi. Mas ne shoh shumë një lloj përplasjen mes gjeneratave, dhe me thonë gjeneratat brezi 3, 2 dhe tash brezi i ri, dhe me thonë ka një shpërputhje shumë të madhe. Prind nuk po mujnë me gjetë ma në shumë raste gjithmonë, nuk po flasë për gjithë, se s'mundet me folë për shoqërinë në tërësi, po paktën prej asoj që mbjen me pa mu, nuk po ka një harmoni në komunikim, nuk po ka një komunikim të ndërsjell, dhe me thonë prind s'pe kuptojnë fëmijët e tyre, fëmijët nuk po kanë durim me ndëgju prindrit e tyre, nuk kanë as motivim, as vullnet me modelu ata, dhe me thonë kërkojnë për herë modelen nga jashtë. Pastaj si shoqëri e shoh që jemi të zhyt në një pelg, në një rrugë pa kry, që është të dëmtu shumë edhe vlerat shoqënore, po edhe shëndetin mendor, e ky është zhytja në botën e teknologjisë. Dhe me thonë jemi bo gjithë prej neve të varur prej botës e teknologjisë dhe paka shumë po kënaqemi me ato që po e marrim aty, po na ofron një lloj satisfaksioni të formës së vetë dhe nuk po kërkojmë shumë ma shumë prej raporteve normale, sociale, familjare të tjera. Mas ne mendoj që si shoqëri ja kemi hup shumë vlerën e edukimit, që është njëni prej mirëmbajtësve kryesor të shëndetit të një shoqërisë, njëni prej garantuzve kryesor të zhvillimit dhe të emancipimit të shoqërisë. Dhe me thonë, sot edukimi nuk ka më prestigjin që e ka pas, nuk ka më imazhin që e ka pas. Do me thonë, për një prind ka qenë krenari me pas fëmijë në fakultet, sot nuk është ashtu. Për një të rritun ka qenë krenari me qenë mësues ose profesor, sot nuk është ashtu. Sot po lëvizim drejt vlerave. Nuk është ashtu, më falë që bëndë për nejmë, nuk është ashtu se rrogat e mësuesave janë të mërshme. Nuk mundet një profesor ty me ligjerua dhe mi thonë t'i djallit ha dhe bënë, keni thoni në TikTok, veç ishallah për thonë ta mënë. Tha ndash me po, qka të bjenë shkolla, dilë në drejtare, këshyria kerat e mësuesave, a pëtem. Ndër të tjera. Do me thonë ndër të tjera. Ka po shkojmë si shoqëri, po shkojmë drejt rrugëve të Evropës, sepse ky vend nuk po ofron mjaftueshëm, edhe po duhet me gjetë dyrë tjera e hapësira tjera për me u zhvillu e me përfitu. Politika që e dikton direkt jetën tonë është mrapsht. Nepotizmi në këtë vend është kaq i madh sa s'ka mo. Kështu që ku me met shpresa, ku me met rit, pos rrugëve të Evropës me punu gjithçka që t'ju del përpara për me jetu e me imbajt familjet, po mbytet shpresa në këtë vend dhe kjo është edhe unë më duhem ja jap fjalën Muhamedit për arsye që ai ka një profesion interesant që po du me ditë ne si shoqëri a paragjykosh ende si balerin? Po emancipimi, do me thonë, e lufton edhe paragjykimin, do me thonë është qaj elementja e kësaj. Unë kisha mundër lidhë dhe me naimin edhe me punën e profesionit tem si balerin. Normal që viteve në 72-ën, kur ka ardhur është të melu baletin Kosovë, normal që ka pas paragjykime se s'kan ditë njerëzit çka është si profesion i tillë.
me kalimin e kohës edhe pas luftës ka pas paragjykime që kanë menu që baleti është vetëm për gjininë femërore, jo edhe për ato mashkullore, sidomos për informata që i kanë pas nga jashtë. Po me kalimin e kohës është thy kjo tabu dhe kanë kuptu që baleti është edhe për moshke jo veç për gjininë femërore. Po kësha dash më ndërlidh shumë të naime që i potencoj disa elemente në raport me emancipimin shoqëror, nga perspektiva e këtina, unë e pajtona po, nuk pajtona në disa pikat për punën e teknologjisë, për punën e aftësimit, për punën e kurseve, se unë menoj që çdo njeri i ka aftësit e veta originale, si krijes e Zotit, se cili ka kapacitetin IQ-në vetë. Ta është im varët na si shtetë, sa kena bo për me mri që mi riaftësu ata njerëz. Jo gjithkosh është për me përfundu shkolla, ose fakultete, ose doktoratura. Unë e kam rast konkret, shoke jemi klasës shkollën e mesmet muzikës Prenk Jakova, ka hub vitin e 3 shkollës, për arsye se a i ka linë në Suedi dhe ka fol gjuhën suedeze. Ka pas mangësi edhe në shperejurit. Kur ligjërejke profesori aty ka qenë e vështirë për të edhe me kuptu e le me spjegu një temë caktume. Edhe vendosit që me lanë shkollën se u be vitin e 3 edhe u kthy në vendin e lindjes në Suedi. Kur u kthy atje vazhdoj me qashtjen, me kurse të aviacionit, i kryti 6 muaj në Suedi e që i kursi 6 muaj në Barcelonë edhe sot i vozit fluturakët për turista. Tash ai këtu ka qenë Ngelcan, pa atje është pilot i fluturakëve për turizëm. Tash më varët na si është sistemi, qysh edhe e thash pak ma herë. Patjetër, na si balet kombëtar ishim edhe në Amerikë këtë vet, ishim edhe në Japoninë këtë vet, ku ka ecë bota e zhvillimit, na asa ndërës mujna me pa. Ne merremi ala, akoma, me fjallë tavolinave, tha nderimi, më tha naimi, më tha ideali, tha Muhameti. Kur shkon një Japoni, kupton sa kur shkon të atje, e shes çfarë discipline, çfarë pune, çfarë edhe mënyra si ecin në rrugë është diçka disciplinore. Fiks, gjithçka ka qenë perfekcion. Ne, teknologjinë duhet me përdorë në favor. Jemi me fat, ne botën ditën e sotme e nëzom, jemi në hap me ta, vetëm nëse i përkushtohemi teknologjisë, s'fundit, mundemi, se bota është shumë e hapur, sidomos për mënyrën e teknologjisë. Jo të gjithë të rinjët kanë mundësi të shkojnë për botë, ta vizitojnë botën, sa kanë ecë ata para. Po sistemet e tyre të mirëfillta, se Naimi e tha që jo shkolla, jo fakulteti, jo të bën psikolog, po edhe përvoja jetësore. Të keni nga pak të drejtë në mënyrën e vetë se cili, por... Po tash, na duhet me kriju sisteme... Ama na po e teprojmë, si shoqni po e teprojmë edhe me teknologji dhe me krejt, me pas një farmase kishë qenë mirë. Na nuk kemi masas në tavolin, as kur hajek. Në botë nuk kanë për mjaftueshme për me kap telefonit. Gjithat mirave. Ama Muhamet, unë kam veç një pyetje shumë të shkurt. A është mungesa e tretmanit mirëfill, duke fillu prej ati të respektit e deri taj financiar, që ty të ka qu drejt botës muzikës? Apo është thjesht pasion, nuk ka të bëj me përfitime? Qëre, une kam pas edhe një grup me Darabuga, ta shim dalë edhe si solo këngëtar, e kom pas dëshiren me realizim. Ti e balerim, po të shojmë edhe të kënu? Po, artë, në përgjësi, artë, qatë ka të përfshime me artë, ku marë pjesë edhe në shfaqe dramës edhe të valetit edhe me operën, tash s'pun me kishëm Karmina Boranën që e realizum. Krejt këto janë pjesë e artit, edhe tash mja realizu pak edhe vetës dëshirat. Por, këto të ne, shoqnia, duhet me pas adresat sakta. Të ne, shteti jonë nuk ka adresat sakta. Nëse një fmi, një i ri, do në më marrë me balet, aj nuk ka adresë se s'ka opertë baletit në Kosovë. Opertë baletit edhe filharmonisë nuk ka, se egziston. Ska kur zhvillohet pos në përdo kurse private. Ku me gjithë frynzimin kur e din që kryn shkollimin edhe s'ka adresë. Kuptan? Është çështja, edhe çështja tjetër, unë po thëmë, që veni jonë, shoqnia jonë, duhet mu vetëdisu shumë, duhet me rritë kërkesën. Ne s'kemi kërkesa, si shoqni e re, duhet mu mësu me kërku, me lypë. Shoqëria jonë është duke hecur me një rrugë, por nuk ka një qëllim adekuat. Rinia po plakën para kohë, e plesht dysi po vdesin me shpresa, hajtë se ka mu bo mirë. Njerëzit që janë në pozita, ata e kanë keq përdor shumë pozitën e tyre, qoftë në pozita vendimarse, qoftë në politik, qoftë në parlament, e kanë keq përdor pozitën e tyre, sa që populli është demoralizu në një farë mënyre,
mirë po jo të gjithë. Është ajo meritokracia është në zero që mas shumë t'jetë damton në rinin, që na të ata i kemi shpresat se do të bëhet mirë këj vendi. Meritokracia, mandej nihilizmi, humbja e bot kuptimit të rinia, po flasim pastaj të gjenerata tjera, nihilizmi është duke bot vetën, nuk pi motivon rinin për me pas kreativitet, po në një farë mënyre po e hupe dhe bot kuptimin e jetës, prandaj edhe po bohen vetvrasjet, mu për shkak nihilizmit, sepse nihilizmi vjen si smundje e modernizmit, se në momentin kur në dy aspekte një rik, në momentin kur i realizon të gjitha të mirat e veta që i ka pas, edhe ma në fund të hajta shioj edhe botën tjetër, nëse ka botë tjetër, po nga ana tjetër, edhe kur na rinis nuk i japim hapësir për rehabilitim, besa, rinia jon ka nevoj për mu rehabilitu, sepse kemi dal nga një shoqëri radikale në një shoqëri moderne. Po vetëm rinia është duke u larguar nga rrënjt morale? Prandaj, po thëmë, nihilizmi është një smuje që psikologët duhet punojnë pak ma shumë, po nuk mundet një psikolog, një edukator, një mësues, një hoxh, një priv, nuk mundet derisa ai nuk bashkëpunon me instancat, me ligjet, sepse hajnat nuk i frigohen kërkujt, po mendojnë nuk kanë ku një shfar frige përveç frigës, veç frigën e ligjit. Edhe kjo, ka njerëzit që nuk kanë frigën nga vetë natyrshmëria e vetë, nuk i tutën Zotit, po ligjet janë ato që e korrektojnë njeriun. Prandaj, po them, nihilizmi është duhet mu lidhë te rinia, nihilizmi është evident shumë, edhe po bojnë qëto gjana që ka nuk duhet, edhe nuk janë kreativ, ndërkaq, te këta... Ta marim një mendim edhe nga ideal? Unë menaj se krejt shkon të fmit, qështë të edukojnë nga fmit, që ashtu ka mu konë shoqënia. Ka njerë thomë që ma mirë nga kanë rritë prind tonë, kapi do të esha dhe luj futbol. Tash nuk del kërkoj. Kemi rritë në përlogje. Edukata nuk vjen në zotri ideal, nuk vjen vetëm prej familje, sot. Po vetëm edhe rreziku se në lagje është shumë ma i madh se dikur. Po prandaj po thonë që çka ka ndryshuar, s'mundem mi akuzuar. Jo bre se kena lujt futboll në rrugë. Unë kom lujt në bord spitalit. Ligje ta kap koha. Unë kom lujt futboll në bord spitalit. Kjo ka pas aty pa pas tërti, ka pas injekcione që i kanë gjujt. Ama shumë djallin tënë s'mundesh me dërgu. O, e lo. Unë billëm djallin të me lo dhe dje kum lanë, heq ma largë, e kum lanë me lujt në përdhej, veç mu knosh, dikush thot, kish thonë, mos e le adin se pështina i se ngoj. Lebele të knaqet, le ta dhja që edhe me prejk dhe unë nuk o të lashe, edhe mu rëdzu nuk o të lashe. A i duhet mu mësu, unë e shpesh rëdzohet djallin jem, vrong, kryt, edhe thot, o, abedem, i thëm që me babin, hajde. Duhet qashtu me mësu fëmin, shoqni si shoqni, duhet me mësu mashkullin, mashkull, femën, femën. Ne po mdo këtë jemi gjenerata e fundi që kemi shku në moshën 5 vjeqare me ble bukën vetë, edhe mja sjell mami në shpe. Kështu që mua ajo s'mundet me egzistu, se rrezikun rrugë është shumë ma i madh, makina ka jashtëzakonisht shumë. Edhe fëmin ndoshta ende s'din deri në një moshë pak ma madhore me ecë vetëm. Edhe tutemi pak ma shumë se tash u ka bë kuku djali, kuku qika. Po vetëm makinat në përlagje janë tmerrshme. Prandaj unë thash që duhet edukata sot nuk varet vetëm në familje, nuk lind, po duhet edhe elementet kyçe, ligjet, zakonet me qenë pak ma të repta, që me mund me në ndihmu neve si familjar të ruajmë familje në shëndosh. Sepse sot për shembull shko për rrugën për Ferizaj, ki ato klubet e mdhaja ku hynë edhe fëmia 16-17 vjeçare dhe aty të bëhet tmerri moral që prindrit s'kan çka me bë. Prandaj ligji duhet me qenë shtylla kryesore që me na ndihmu neve si familjar me na mbajt familjet e shëndosha. Vetëm edhe këto. Valla nuk mundemi, jemi jashtë zakonisht vonë për arsye që
e mëdha. E zgjatëm shumë me deklarata tona edhe mbetëm për pjesën tjetër më shkurt. Faleminderit shumë që ishit në Elite Way, faleminderit edhe ty Ndërim Nëziri, e di që dorë me përmbyll po Veç deshta me thonë që si shoqni... Nuk mundet, nuk mundet. Veç deshta me thonë që si shoqni po i ngjisim ka 3-4 shkollë për një herë e pastaj erëzimin po e kemi shumë dhimshëm. Sa ma lartë, ma i dhem shumë e roa poshtë. Faleminderit shumë, edhe ne do të takohemi përsëri të dielën e ardhshme në orën 20:15. Natën e mirë.